Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës dhe sot me një temë e cila ka shumë interes tek opinioni, ndoshta tek opinioni i ri më tepër, por lidhet shumë me zhvillimin e ekonomisë, por dhe kulturës. Kanë marrë hovë ndoshta festivale të ndryshme që organizohen në vendet e rajonit dhe jo vetëm që sjellin artistë të mëdhenj, por ndikojnë shumë edhe në ekonominë dhe zhvillimin e vendit. Por një festival i cili u zhvillua për herë të parë, ndoshta e filloi këtë trendin e festivaleve, sepse për herë të parë u bë në 2019 në mos gaboj dhe për shkak të impaktit të madh të artistëve të mëdhenj që i solli, pastaj sigurisht u krijuan për shkak të këtij festivali edhe festivale të tjera që sigurisht publiku gëzohet pafund. Por sot do të flasim për festivalin Unum dhe në lidhje nga Prishtina, që është një nga si me thënë promotorët kryesorë të festivalit, PR i festivalit, ai është Ardin Badivuku. Ardin, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Rishtazin. Përshëndetje Nazem, mirë se u gjetëm për herë të shtatë këtë vit. Faleminderit shumë për ftesën edhe kënaqësit jam pjesë e intervistës së juaj për t'i ndarë informacionet dhe detajet më të fundit të Unum festivalit. Tani, ti e dëgjove hyrjen time, sigurisht do të pyes për festivalin, por ajo që dua të të pyes se ti merresh jashtëzakonisht shumë me këtë jetën kulturore, është një herë ta sqarojmë se sa të rëndësishme janë aktivitetet kulturore. Thjesht më përpara ose kishte një periudhë kur merreshin sikur bëheshin mesor, sikur bëheshin për hir të hajt se duhet me bëu kulturë, kishte shumë skepticizëm, a mund të sillim në artistë të mëdhenj ajo, dhe në fakt të gjitha mund të bëhen nëse ka vullnet dhe dëshirë. Sa të rëndësishme janë këto festivale për vendet ku bëhen, për promocionin e atyre vendeve, për te festivalit për të cilin gjithashtu do flasim. Atëherë shumë mirë e ke zbërthyr këtë temën dhe këtë pyetje e rëndësisë të organizimit të festivaleve në vende të ndryshme të rajonit të Evropës apo botës. Një festival ka rëndësi shumë të madhe për vendin, për PR-in, për rritjen e pushtetit lokal, për promovimin e vendit, si dhe për sjelljen e turistëve nga e gjithë bota. Kohën e fundit, Ballkani Perëndimor ka marrë një hovë të madh të turizmit, përmes turizmit malor, përmes turizmit të detit, përmes turizmit të festivaleve, përmes turizmit të aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike, dhe rëndësia e organizimit të tyre është shumë e madhe, sepse siç thati në fillim është bë për kulturë, është bë për diçka për kulturën, për vendin, por tani ka marrë një havë dhe një dimension tjetër, duke pasur parasysh që ne si organizator kemi parë se sa ka impakt të madh në rëndësinë e rritjes së pushtetit lokal, sepse po ka interesim që kjo zonë e Ballkanit të vizitohet nga turistë nga gjithë bota, duke pasur parasysh se çmimet janë më të favorshme dhe normalisht huajt janë skeptik që të vizitojnë vende të ndryshme të rajonit të Ballkanit, të cilat nuk i kanë vizituar deri tani, sepse Italia, Spanja, si dhe vende të ndryshme të Evropës, me thënë drejtën, janë bërë pak bajat, edhe atyre ju kemi bërë shumë, sepse një numër i madh i turistëve vizitohet tek ata në vende të ndryshme, qytete të ndryshme që kësaj. Kështu që Ballkani Perëndimor ka çka për të ofruar vende të bukura si det, mali, liçe, aktivitete kulturore, festivale kështu me radhë. E bëra këtë pyetje dhe e fillova kështu këtë bisedë, sepse vetëm para pak ditësh lexova që për shembull në Shqipëri ideja e festivaleve ose kultura ose industria, nëse mund ta quajmë edhe kështu, e festivaleve në fakt do t'i sjell Shqipërisë mbi 100 milion të ardhura nga euro, mbi 100 milion euro të ardhura, nga të cilat sigurisht do të përfitojë gjithë popullsia lokale. E kuptojnë shtetet, institucionet, njerëzit që festivalet nuk janë thjesht kulturë, po është ekonomi, dhe ndikon në buxhetin e shtetit e njerëzve?
Me tonë drejtën, shtetet e Ballkanit, si që është Kroacia, Serbia, e kanë kuptu këtë dhe kanë fillu qysh më heret me aktivitete dhe festivalet të tilla. Si që dim të Exit Festival ka 25 vite që organizohet në Novi Sad, edhe Novi Sadi për këto vite ka prit 200.000 turist gjatë ditëve të festivalit, Exit Festivalit, dhe normalisht i gjithë qyteti, banorët e atij qyteti janë mobilizuar sepse sjellin përfitime të mëdha si në hotele, restorane, se dhe në rjetë bizniseve tjera, sepse për 4 ditë apo 5 ditë qyteti vërshohet nga një numër i madh i turistëve, edhe normalisht kjo e kuptojnë dhe ka kuptuar se është shumë rëndësie e madhe për forcimin e pushtetit lokal. Pastaj me këtë trend ka pat filluar edhe Budva, kur e pat organizu Madonës, edhe shumë artista tjerë. Pastaj një kohë organizoj ke edhe Ohri, Shkupi, por diçka kur i fundit janë dalë të dy shtetet, por besoj që do rikthehen. Po është e rëndësishme shumë që këto festivale të aktivitetet të përkrahen nga institucione shtetërore, sepse ka nevojë për përkraje, si në infrastrukturë, si në financa, si në organizim të logjistikët me polici e kështu me radhë, por Shqipëria kohën e fundit është duke bërë një punë të madh në turizëm, gjithashtu edhe në organizimin e festivaleve dhe koncerteve, si që është Unum Festival, si edhe shumë festivale dhe aktivitetet të tjera. Shtetet shqiptar, duke filluar nga kryeministri e më poshtë, e kuptojnë thelbësisht rëndësinë e këtij instrumenti ekonomik që i sjell dobi shtetit, si dhe qytetit, si në PR, si në turizëm, si në promovim të vlerave kulturore, artistike, kështu me radhë. Shumë mirë, kjo lidhet me institucione. Tani dua të ndalem te festivali ICVM. Unë thash, ndoshta për mua si jo dhe vetëm, për gjithë ata që kanë ndjekur kulturën, zhvillimet dhe kështu me radhë, skenën muzikore dhe botërore dhe lokale, në fakt Unumi solli dhe e bëri atë thyerjen e madhe, sidomos në trevat shqiptare, ta themi, sepse në vende tjera si Shkupi apo edhe të tjera në Maqedonia, ku sigurisht që ka dhe shqiptar, po organizatorët nuk kanë qenë gjithmonë shqiptar, kanë ekzistuar dhe kanë ardhur artistë të mëdhenj, por për këtë trend të madh festivalesh, në fakt Unumi kishte një lloj impakti të tillë. Çfarë do të ketë si mjet në Unum dhe çfarë do duhet të presin publiku? Atëherë Unumi si vjet lancon edicionin e 7 të tij, nga data 4 deri me 8 qershor, si gjithmonë në shërbim të Shqipërisë, në atë zonë të bukur dhe shumë pak të eksploruar nga njerëzit dhe nga shumë turistë nga gjithë bota. E gjithë filozofia dhe koncepti i Unumit është se së bashku me qeverinë e Shqipërisë të promovojmë veriun e Shqipërisë dhe atë zonë turistike, cila është shumë pak e eksploruar. Më ardin pak për impaktet që kanë festivalet, por dua tani të përqendrohem tek Unumi i këtij viti. Çfarë do të sjell? Çfarë do të jetë më ndryshe se herët e tjera? Bëhet në Shëngjin, por disa herë ndoshta edhe ka lëvizur nga plazhat e vogla atje që janë. Çfarë do të sjell këtë vit Unumi i këtij viti? Atëherë në festival këtë vit normalisht që do sjell shumë mirësi, duke u nisur nga stage-at, programi, organizimi, aktiviteteve të ndryshme gjatë ditës, më shumë turist, kohë më të mirë, energji të re, e kështu me radhë. Nëse përqendrohemi tek skenat, do të ketë 3 skena dhe sa e lexova dikundi do të ketë një skenë të fshehtë apo diçka e tillë. Çfarë nën kupton kjo? Kjo nën kupton që nëse është skena e fshehtë do jetë e fshehtë. Është një secret stage që kam përgatitur disa tuaj me disa instalacione interesante, edhe normalisht ajo do jetë në festival, për cilën nuk kam informacione me të tregu drejtën, kështu që ta mbajmë sekret edhe një sekret mund ta gjejmë. Sa i përket artistëve, çfarë do të mund të veçojmë këtë vit?
Këtë vit mund të veçojmë sjelljen e Endmis nga Kanye Music, i cili luan për herë të parë në Unum Festival. Siç dini, Kanye Music është një label shumë i njoftën nga Berlini, i cili po bën dhe është duke bërë boom në të gjithë botën, si në muzikën pop, house, afro house. Pastaj është një dyshe nga Anglia, Prospa, që janë një dyshe shumë të rinë nga Anglia dhe po bëjnë boom me hitet e tyre në të gjitha festivalet në të gjithë botën. Janë Eastern Dubs, është Craig Richards, është Ricardo Villalobos, është Cameron Jack, janë Ramona Traresh, Prasleja, Priko, se dhe shumë DJ të tjerë. Përpos stage-ave kemi edhe një official after party që të organizohet të hënë. Dhe gjitha këto informacione janë të publikuara në platformën e Instagramit Unum Festival, unumfestival.com, dhe gjitha oraret për gjithë artistët janë të publikuara se kush ku në cilën vit luan, kështu që njerëzit mund ta planifikojnë pak më herët paraprakisht një agjenë se kush dhe ku do luan, që kur din festival të jenë pak më organizuar dhe të informuar rreth performancave të artistëve. Gjithashtu kemi një bazar të madh të artistëve nga Kosova, Shqipëria, si dhe nga e gjithë Evropa dhe pjesa tjetër e Ballkanit, ku ata sjellin punime të ndryshme artizanale, si dizajner, skulptor, piktor e kështu me radhë, dhe njerëzit gjatë ditës mund të blejnë punime të ndryshme të veçanta, të cilat nuk mund t'i gjejnë në dyqane të ndryshme, me qime shumë pëlleshme. Edhe normalisht gjatë ditës kemi Beach Stage, i cili fillon në 9 mëngjesit, mbaron në 9 mbrëmje, pas aty vazhdo tek Main Stage, tek Pine Stage, ku muzika nuk dole për 24 orë. Si thash edhe më herët, apo të nësaj prap oraret të gjithë artistëve janë të publikuara për gjitha ditët, kështu që njerëzit ju sugjeroj që t'i shohin dhe të planifikojnë para se marrë se kush dhe ku do. Ardin, po flisnim për artistët e mëdhenj ndërkombëtar që vinë, megjithatë sa është e rëndësishme kur artistët lokali, përmend edhe ti, bashkëpunojnë, bashkëveprojnë me artistët ndërkombëtar. Kjo është një shans i mirë edhe për artistët tanë, apo jo? Po shumë një shans e mirë, duke patur parasysh ata kanë mundësi dhe janë gjithmonë pjesë e line-upit tonë, dhe ata kanë mundësi që të prezantojnë muzikën e tyre dhe të krijojnë ura lidhsa me organizatorë të ndryshëm nga gjithë bota, me artistë, duke kriju lidhje bashkëpunime për të luajtur edhe në tregun ndërkombëtar, kështu që ju sugjeroj që t'i shfrytëzojnë këto mundësi dhe këto lidhje, sepse është një mundësi e artë për të luajtur jashtë vendit, dhe kjo po ka efekt të artistët tonë që përmes Unumit janë duke luajtur në për vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Në fund, çfarë thirrje mund t'ju bëjmë gjithë njerëzve për ta vizituar festivalin? Ndoshta jo të gjithë janë të angazhuar, si me thënë, ose ndoshta jo të gjithë e njohin muzikën elektronike, nuk i njohin DJ-et. Megjithatë, ka një atmosferë feste të madhe atje dhe mund të vinë edhe për një natë, apo jo, nuk ka nevojë të marrin bileta për 4 ditët. Njerëzit sugjeroj që vinë ta shijojnë eksperiencën e festivalit, sepse është një mundësi e mirë për të dëgjuar muzikë trendy, muzikë kualitative, si house, afro house, minimal, deep house, techno, dhe të shijojnë natyrën, të shijojnë plazhin, detin, rërën, edhe mos ta lënë momentin e fundit që t'i marrin biletat. Bileta ka në platformën tonë unumfestival.com, se dhe ka gjithë bileta ditore. Të gjitha informacionet, çmimet e biletave mund t'i gjejnë tek unumfestival.com dhe platforma Instagramit. Kështu që njerëzit sugjeroj që t'i bëjnë prenotimet qysh më herët, si në akomodim, si në bileta, si në transport e kështu me radhë. Edhe i ftoj qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriore që të vinë dhe ta shijojnë këtë festival pavarësisht etnicitetit të tyre, sepse festivali është për gjithë, është për të krijuar lidhje, për të shoqëruar dhe për të për të
shkëmbyer eksperienca të ndryshme me njerëz nga çdo punta. Po. Faleminderit shumë Ardin Bativuku, e di që je i angazhuar dhe me detyra të tjera, por ja krijuam një mundësi dhe edhe për të diskutuar për rëndësinë e kulturës, artit, edhe si zhvillim ekonomik, por edhe sigurisht për të prezantuar pak vetë festivalin. Ishte pra Ardin Bativuku, një nga PR-ët promovuesit e festivalit Unume, të cilin, siç edhe e dëgjuat, nuk folëm thjesht vetëm për festivalin, por çfarë impakti të madh në fakt kanë këto festivale për promovimin e vendeve dhe sidomos për ekonominë. Pa diskutim, kur mbështetja është edhe institucionale, suksesi i tyre është më i madh, por përveç se të rreqin njerëz, sigurisht përfitojnë dhe të gjithë. Kultura nga ana tjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse nuk është thjesht një moment ose një aktivitet i thjesht, por promovon edhe vendin, edhe njerëzit dhe sigurisht tërheq dhe turist. Këtu do të përmbyllim këtë podcast më të shkurtër kësaj radhe, por sigurisht do të rikthehemi sërish bashkë me ju. Mirupafshim.